Gjyqtarët e shkarkuar gjatë rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe që mbeten të pezulluar po i kushtojnë shtrenjtë xhepit të shtetit. Në raportin përmbledhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2024, thuhet se efekti financiar nga nisja e procesit të rivlerësimit e deri më 31 dhjetor 2024 llogaritet qindra milion lek. Rezulton se që nga fillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar me vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit janë shkarkuar nga detyra në total 144 gjyqtar, me një efekt financiar në shumën 965,7 milion lek, deri në 31 dhjetor 2024. Gjyqtarët e shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit që presin zhvillimin e procesit në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, mbajnë statusin e gjyqtarit për shkak të pezullimit, duke përfituar sipas ligjit 75% të pagës, nga të dhënat që disponon Drejtoria e Burimeve Njerëzore. Sistemi gjyqësor gjatë vitit 2024 ka funksionuar me pothuajse 66,6% të kapacitetit të tij.